Një fitore dhe 3 humbje është bilanci ndeshjeve miqësore që Vllaznia ka zhvilluar gjatë ditëve përgatitore të Slovenisë, ndërkohë që deri në mbyllje të fazës slovene ka mbetur edhe një miqësore e fundit që për Kuqeblut do të shërbejë për t'u testuar si grup dhe për të nxjerrë në pa problematika që duhet të korrigjohen përpara sfidës së parë zyrtare të UEFA Conference League që luhet në 9 korrik përballë Malishevës së Kosovës në Loroboriçi. Miqësoria e fundit ishte ajo e luajtur pas ditën e së hënës ndaj skuadrës rumune Argers Pitești, të cilën Vllaznia humbi me rezultatin 5-2. Por Kuqeblut kjo është një tjetër ndeshje ku mbrojtja shfaqi probleme teksa kanë pësuar plot 5 gola, pavarësisht se në dy raste arritën të gjenin rrugën e rjetës. Sfida nis mirë për Vllaznin, në minutën e 20 kalon në avantazh. Goditja e dënimit për Kuqeblut e gjuajtur nga Murataj grushtohet nga portieri rumun duke e kthyer në lojë. Aty kundërhyrja Klinti Çatos në të djathtë të zonës së kundërshtarit godet fluturimthi duke dërguar në rrjet. Nuk vonon dhe vjen reagimi rumunëve. Goditje dënimi në distancë diagonale me portën Kuqeblut, topi harkohet në zonë, largohet nga prapavia, por në vazhdim të aksionit një goditje ballore rreth 18 metra lëshuar nga Pitești në minutën e 29, megjithë në hyrjen e portierit Jukaj, topi përfundon në rrjet. Pjesa e parë mbyllet në barazim, ndërkohë që e dyta, gjatë së cilës tekniku Edi Martini aktivizon shumë futbollistë të tjerë për të dhënë minuta, nuk prodhon gol. Dhe pikërisht në të 75-ën janë rumunët që arrin të kalojnë në avantazh 2-1 fal një tjetër gjuajtje potente nga jashtë zone. Vllaznia barazon me Tafilin, i cili duke shfrytzuar një dalje të gabuar të portierit rumun, pasi shmang mbrojtjen kundërshtare dërgon topin në rrjet. Barazimi ishte baraspesha e fundit në këtë ndeshje, sepse në minutat në vijim rumunët arrin të shënojnë edhe 3 gola të tjerë në portën e Vllaznisë, duke mbyllur të gjithë takimin me rezultatin 5-2 në favor të tyre.